po dolmi te vllojët Faiki tash, a është e vërtetë që Faiki Meri, domethënë ka rekrutuar dëshmitar për në Hog? A e ka thonë vetë në televizion nëse zgaboj në të shtatë? Qëre, ngam. Këtu, Faiki Meri është vllau jem, i Meri Merit, edhe është vllau i Haki Merit. Faiki Meri ka pas plotësisht drejt me lyp gjakun e vllaut, me liftu për vllaun e vet për Hakin, edhe për i Merin që ja kanë burgus. Ai ka ful shumë, ai ka punu shumë, ai djalë nuk u nal kur, po tash me fol për Faikin, shembull një Milaim Zek. Një Milaim Zek, që Milaim Zek është një magjupe. Jo, më mos e kem koleg, mos ta fyj. Nuk kam çka më ju bënë juve. Edhe unë kam koleg Adem Jasharin. E kum pas koleg. Edhe po këta mos më kanë vetë, më kanë shtin burg. E Milaimi u qu, tash më pyete, pa kallëzus komçore. Duhet me fol, unë për vllau tem flas. S'ka problem, unë. E tash. Milaimi u shku te vllau jem. Vllau jem sigurisht ka pas lidhje me prokurorin. Për rastin e vllaut, për rastin tem, ai ka hec. Edhe shkon edhe i thet, Milaimi i pabesi zotit, është tradhtor, duhet me kallëzu për Milaimin shumë qash. Te kish çka te kish. Thet, Faik thet, unë të kallëzoj kush ta ka vrarë vllaun. Tash me të thonë dikosh, unë të kallëzoj kush ta ka vrarë vllaun, unë nuk e di. Kush i ka thonë kështu? Milaim Zeka. Faikut. Vetë qëm te shfedemoni atëherë. Qëm te prokurori në gjykat. E kish pos një qonë, thatë se deja dhe dokumenta. Dhe ta më kallëzëm, thetë kallëzoj. E ka rejt. E ka morë Faiki edhe e ka qute prokurori. Edhe ka bisedua, e ka lon aty, ky Milaimi u shku edhe masanej, tënë që. Edhe, tash, vlovi jem, i ka kallëzua Ganigecit. Ganigeci, në kanalin 10, më kujtuhet, i ka thonë Milaimit, unë e di, që shë shku në Hag, kusht ka qu në Hag, kusht ka përkthy në Hag, se s'ka qellu përkthys për atë moment, i ka përkthy vlovi jem 4 orë, këtina. Se e flet anglishtën si me ka anglez. Edhe, fjollën e por, Milaimi ka thonë, unë e pidi mirë kështë ka thonë, ka rejt Faiki Meri. Ku e diti këj fjellë që Faiki ka thonë? Pse ishtë qashtu? E tash, që ka boni kë? I erë mërzi, që i tha Ganigeci qashtu, e u quë e të rrëku fusha. Mështë të se Gania s'ko qef mja për me në emën burë. Gania s'ko qef mja për... Po hajtë s'ko problem, hajtë. Kujna? Po s'ko qef mu përzi këto farë. Unë nuk po thëmë kur gja, unë po kam dhej që akum po në televizar. Se unë s'kom kur gja me ta. Ata jenë djemë mirë, jenë akon luft bashkë, para luft e jemi kon ledeke tonë bashkë, që shtu kon. E tash, Milaimi e rroku fushat, në televizar të grida dume, këto e Faiki Meri, e të rajt gjithë, edhe e organizoj edhe Halit Sahitajnë. Hajtë ndash me shku të prokurori special, të qënë Faiki Meri, veç thuj Faikit ti, për me hite aj, duhet me i thonë, unë të kallëzej kush të ka vro vlaun. Tash me më thonë mu që tash, unë të kallëzej kush të ka vro vlaun, unë jem shumë i knoqën, edhe vlo që ka dush, veç falë, kallëzëm. E tash, djali e merre qënë, po Halit Sahitaj s'ka mujtas 2 orë me nejtë të prokurori, pse janë nisi rënëve theve, nuk e morën parasysh heq. E tash, tëna janë rënë, e në vërtet ato që i thëtë për shambull, në deklaratën e ti thonë për prokurorin edhe për qeverinë amerikane, Halit Sahitaj thëtë që dhe më thonë bashkë me Faiki Merin, Spori ka paraqitë si agent i CIA-s, jenë taku në Beograd me Bojan Dimiqin, kanë shku në Belgjik. Kur njetë, tëna janë rënd Milaimit. Krejt rënd Milaimit. Ku pja u den Milaimi, po Milaimi vetë është shpion. Ku pja u den emnin aty në shkive, Bojan Simiqje, Hamam Timiqje. A ja vde Faiki, drejt? Jo, pasha 20 jo. Si ja u den? Unë e vlau më rekam. E agent i CIA s'punën, a? A je den. Aty nuk përzihem në të... A i ka nejnë Amerikë shumë? A i ndjekë se regjia përse e ka goti në një deklarat që e ka dhonë Halit Sahitaj për qeverinë Amerikanë, e thëtë kështu. Në fillim të shkurtit Floriani është vlau juaj.
Floriani në ufkën e ka pas Fajki mirë, edhe Adidasi edhe Floriani. A është ashtu? Adidasi? Po, edhe Adidasi edhe Floriani. Ato nuk e di une. Po, e Floriani e din. Floriani e di. Në fillim të shkurtit Floriani më telefonoi dhe tha se dëshironte të më tregonte disa sekrete private. Floriani tha, nuk të kam thonë kur, por dikush vrau vllahun tim, Haki i Mirin në Kosovë, rreth 20 vjet më parë. Ai shpjegoi se më parë kishte besuar që e ka vrau presidenti Thaçi, kishte dhënë urdhrin. Kohën e fundit Floriani kishte mësuar se presidenti nuk e kishte dhënë urdhrin. E pyeta Floriani se kush e kishte dhënë urdhrin, ai më tha se tani besonte se Çerem Kelmendi kishte regjia nëse më në faqen tjetër vrarë vllahun e tij. E pyeta nëse Kelmendi ishte arrestuar dhe futur në burg. Floriani u përgjigj se nuk ishte në burg dhe se kishte përfunduar punën me të. Nuk e kuptova saktësisht çfarë donte të thonte. Disa ditë më vonë telefonova disa njerëz që janë në Kosovë dhe pyeta për Çerimin, më informuan se ai ishte vrarë nga komando speciale. Shef që është një gjë. Këto poshtërcinat Milaim Zeks janë. Absolut. Nuk ka gjë aty, krejt janë poshtërcinat Milaim Zeks. A keni besuar në atë që vllahun e juve ka vrarë Çerimi? A keni besu në herë çështu që ka thonë këtë? Kur njët, as vllau s'ka thonë kur, këtu i kanë gjitë Milaim Zeka. Me Çerimin s'kemi posë, as dëbojmë, as se kem njoft, as s'na ka njoft, kur në dyjetja. As me Ibrahim Kelmendin? As me Ibrahim. Ibrahim Kelmendin ju më konë Gjermoniune. Ibrahimi ju konë me Jusuf Gërvollën, me Bardoshin, me Kadri Zeken. Ibrahim Kelmendit në atë ku, kur ju më konë në, Jusufi e dojke, i thejke me të sokol. Apo më kuptan? Ibrahimit? Po. Lepekeja ishtë që kjo. Kjo është realiteti. Ka qenë patriot në atë ku? Ka qenë patriot në atë ku, Ibrahimi? U konë patriot në atë ku. E tash, quhet Milaim Zeka, tash do për Milaimin pak, u lutem. Kur u vroj Jusuf Gërvolla, u vroj me 17 janar më duket. Nuk e di sakt, nëse s'ka bëj po. 81. U vroj Jusuf Gërvolla. Edhe, pak ma vuën, më thirin telefon në ta hingë Gjermonis, të Frajsingu, kusha, një zonë, o djallë e thash, unë s'pët një, tha Milaim Zeka jam. Tha, që ako tre, unë e isha me Maksut Seramotin aty. Tha, shka ko tre, tha, ma ka ndoqit numër telefonit, tha, mu më një kutba Jugoslove, tha, jam në Austri. Na kishim më shku në të shtunën, kishim më shku në protest. Për vlezrit Gërvolla që u vranë. Kisha më shkuën, Rifat Jashori, Shaban Shpoti, Maksut Seramoti edhe Gjafer Bosha i Suarix. Kishim më shku. Shkojshim me kërë temë. Kjo në realiteti. Ku po takuhëm Milaim? Te ambasada shqiptare. Kemi shku na, jemi taku te ambasada shqiptare. Aty i shkon, një djali i ri, i prejke gjuha si dreqit, u bom krenar me to që shfar djali, për në një kutba që me